إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Ate falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall na mundsoi që të arrijmë këtë muaj të bekuar, muajin e Ramazanit, mirë po ditë pas dite dhe natë pas nate, iftar pas iftari dhe syfyr pas syfyri, me lejen e Allahut Azza wa Jall ne arrijmë në fundin e këtij muaji të bekuar, në xuman e fundit të këtij muaji, me shpresë që pasi që jemi munduar, pasi që jemi angazhuar, secili me mundësitë e tij duke adhuruar Allahun Azza wa Jall me namaz, me agjerim, me zekat, me sadaka, me lexim të Kur'anit, me dhikr, me lutje e kështu me radhë, secili prej nesh duke shpresuar dhe në fund duke u lutur që Allahu Azza wa Jall ibadetet tona të na pranon. Ky ka qenë dhe duhet të jetë derti i secilit prej nesh, që pas adhurimit, pas ibadetit, mbetemi, ngelemi me një gajle, a thua ibadetet tona do të pranohen tek Allahu Azza wa Jall. Këto ibadete që i kemi realizuar gjatë Ramazanit dhe para Ramazanit, ibadetet tona, a do të na i pranon Allahu Azza wa Jall? A i kemi bë ato me sinqeritet? A i kemi bë ato në atë mënyrë që kërkohet? A i kemi bë ato në gjitha ato kushtet që duhet të plotësohen? Dhe në fund ibadetet tona të Allahu, a thua do të pranohen? Të parët tanë, muslimanët e mirë të këtij ummeti janë lutur para se të arrijë Ramazani 6 muaj më herët. O Zot, në mundëso që të arrijmë Ramazanin, mirë po, me përfundimin e tij janë lutur 6 muaj, o Zot, në e pranon Ramazanin, të në e pranon Allahu Azza wa Jall Ramazanin, të në e pranon Allahu ibadetet. Kjo është ajo e cila mbetet për ne gajle, mbetet për ne dert. Këtë dert e kam pas edhe pejgamberët Allahut Azza wa Jall. Në mesin e tyre, i madhi i tyre, baba i pejgamberëve të Allahut, Ibrahimi alayhis salam. E kush është Ibrahimi alayhis salam? Ky pejgamberi Allahut, bashkë me djalin e tij, Ismailin alayhis salam, e realizuan një ibadet të madh, një vepër madhështore, një vepër të pakrahasueshme. Tha Allahu Azza wa Jall: "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail." Kur Ibrahimi alayhis salam dhe Ismaili alayhis salam e ndërtuan apo e rindërtuan
ruan Ka'ben e bekuar, në ndërtimin e Ka'bes, në rregullimin, në realizimin e këtij ibadeti. Megjithatë, Ibrahimi alayhis salam u lut edhe tha: Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zot, pranoje prej nesh këtë vepër, pranoje prej nesh këtë ibadet, vërtet ti je dëgjuesi dhe I gjithë dituri. Tha Uhejb bin Wardi rahimahullah, Khalilullah, Ibrahimi alayhis salam, I dashuri Allahut azza wa jall, në këtë ibadet madhështor, në ndërtimin e Ka'bes, megjithatë kishte frikë, kishte derd, a do t'ja pranon Allahu azza wa jall ibadetin atij. Kështu u lut gjithashtu gruaja e Imranit, nana e Merjemit, dhe tha: Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. O Zot, unë këtë vajz, këtë fëmijë të cilin e kam, do ta lindi, do ta dorëzoj që ky fëmijë të jetë wakaf, ky fëmijë të jetë në shërbim të fesë Allahut azza wa jall. Fataqabbal minni, pranoje prej meje o Zot, dhe çdo ibadet që e ban besimtari është falur, ka agjëruar, ka lexuar Kur'an, ka bë dhikr, ka dhënë zakat, ka dhënë sadaka, ka bë punë të mira. Gjitha këto punë të mira në fund mbeten në dertin e zemrave tona. A thua do të ne pranon Allahu azza wa jall ato apo jo? Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu tha: kush është ai I cili është I pranuar, ta përgozojmë. Kush është ai I cili është I refuzuar, ta ngushëllojmë. Kush është ai I cili është I pranuar te Allahu azza wa jall? Besimtarët e mirë, muslimanët e devotshëm, tha Allahu në Kur'an: walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ata të cilët dhan, japin në rrugën e Allahut azza wa jall, zemrat e tyre rënqethen, zemrat e tyre friksohen, zemrat e tyre trishtohen se do dalin para Allahut azza wa jall. Aisha radiallahu anha tha: ja Rasul Allah, kush janë këta të cilët kanë frikë, si do dalin para Allahut? A janë ata që kanë rënë në zina? A janë ata që kanë pi alkool? A janë ata që kanë vjedh? A janë këta njerëz të cilët trishtohen, friksohen, si do dalin para Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: jo, oj vajza e Sidikut, nuk janë ata. Këta janë ata të cilët janë falur, kanë agjëruar, kanë dhënë për hir të Allahut mirë, po kanë frikë, si do dalin para Allahut? Për çfarë arsye? Ibadetet e tyre a janë pranuar te Allahu azza wa jall? A janë të pranuar? A janë të refuzuar? Për çfarë arsye? Nga se jo çdo kush I cili e ban ibadetin, Allahu ja pranon. Kujt ja pranon Allahu azza wa jall? E keni parasysh dy djemt të Ademit alayhis salam, të njohur si Habili dhe Kabili, të dy therën kurban, e dorëzuan ibadetin e tyre mirë, po Allahu azza wa jall I ja pranoi njënit dhe nuk ja pranoi tjetrit. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allahu njënit I ja pranoi dhe tjetrit nuk ja pranoi. Kujt ja pranon Allahu azza wa jall ibadetin? Tha Allahu në Kur'an: innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu I pranon veprat, Allahu I pranon ibadetet mirë, po nga kush? Nga njerëzit e devotshëm. Andaj agjërimi, andaj Ramazani ka qenë një prej mundësive më të mira që ne të arrijmë dhe të bëhemi të
të devotshëm. Zatën ky ka qenë edhe qëllimi i agjërimit. Allahu nuk ka nevojë për agjërimin ton. Allahu nuk ka nevojë për ibadetet tona. Ne kemi agjëruar, ne jemi falur, ne jemi munduar. Allahu Azza wa Jall nuk ja ka shtuar sundimin asgjë. Ne kemi nevojë për Allahun Azza wa Jall. E qëllimi i agjërimit ka qenë si çdo punë që e ka qëllimin e saj. Njeriu punon dhe në fund e ka një qëllim që të fiton. Njeriu e hap një biznes dhe në fund shpreson që të ketë sukses. Njeriu e merr një terapi dhe në fund pret a do t'i ban dobi ajo atij ajo. Shkon në një kurs dhe në fund e sheh a do të ketë rezultat prej tij ajo. Kemi agjëruar një muaj, jemi munduar dhe në fund del rezultati. A e kemi arritur qëllimin? A e kemi arritur atë e cila kërkohet? A agjëruam? Po. A ndryshuam? A u përmirësuam? A u udhëzuam? Te Allahu a u afruam? Ky është qëllimi, nuk është qëllimi i dietës, nuk është qëllimi i të qëndruarit pa bukë edhe pa ujë. Qëllimi është që të arrihet devotshmëria. Tha Allahu Azza wa Jall: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, o ju musliman, ju është bë obligim agjërimi, siç ishte obligim për popujt para jush. Për çfarë arsye? La'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. E nga njerëzit e devotshëm Allahu i pranon ibadetet. Ibn Ata rahimullah tha: ai i cili e sheh rezultatin në dunja do ta sheh pranimin e Allahut në ahiret. Cili është rezultati? Rezultati i këtij ibadeti do të shifet pas Bajramit. A do të ne pranon Allahu ibadetet? Do ta sheh secili prej nesh pas Bajramit një shenjë, një argument i cili të jep një lloj mundësie për ta kuptuar a do të pranohen ibadetet tona ajo. Nëse do të vazhdojmë në punë të mira dhe nuk do të kthehemi në punët e këqija, ajo është një shenjë, ajo është një argument që inshallah ibadetet tona do të pranohen. E nëse pas Bajramit kthehemi aty ku kemi qenë, ju kthehemi gjunaheve, ju kthehemi harameve, i lam ibadetet, i lam punët e mira, ajo është një dëshmi se agjërimi në jetën tonë nuk ka ndikuar asgjë, e Ramazani në ibadetin tonë nuk ka luajtur asnjë rol. Allahu Azza wa Jall na porositi të gjithëve duke thënë: Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di ankatha. Mos u bani si ajo gruaja, mos u bani si ajo plaka e cila e punon veshjen e saj, tjerin e saj, mundohet gjithë ditën, e rregullon atë dhe në fund në mbrëmje e tërheq një pej prej saj dhe prishet çdo gjë. Mos u bani të tillë, mos u bani si ajo grua, të agjëroni 30 ditë, të faleni 30 ditë, të bani ibadet 30 ditë, të largoheni nga harame 30 ditë dhe në ditën e Bajramit të tërheqim një gjë dhe të prishim çdo gjë. Në ditën e Bajramit t'i ja kthejmë shpinën Allahut Azza wa Jall. Allahu na ruaj. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na pranon. Allahu të na pranon namazin ton, agjërimin ton, zekatin ton, sadakat tona, hatmet tona, lutjet tona, gjitha ibadetet Allahu të na pranon. Gjunahet tona të na fal dhe të na pastron. Edhe pas Bajramit Allahu Azza wa Jall në punë të mira, në ibadet të na forcon. Lutim Allahun Azza wa Jall, musliman kudo që janë Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.